A keni votu nën kryetorin e listës sërbe? A jeni koordinu? Po mos se na çatoj na kon Arjan. Po fal bre, ti duhesh me thonë, ti as po dem asysh me kallxu, po vjen shumë keq. Është bën vazhdimsi politik me listën sërbe. Këta janë me listën sërbe, ata janë kundër listës sërbe, ta mërmenja me do patriota tratorë. Po këta që kanë bo aq shumë politik me listën sërbe, dy pyetje konkrete kanë për zonin Agovcin. A keni votu nën kryetorin e listës sërbe? Dhe dyta, a jeni koordinu me listën sërbe për ligjin e shtetësisë? A mund të me marrë fjallën? Po. Me listën serbe, e vërteta është që në seancat e kuvendit, në legislaturën e djetë, ku keni qenë edhe ju, edhe unë, edhe se cili prej nash deputet, në projekt ligje që ne kemi tentu t'i kalajmë, projekt ligje me interes të qytetarëve, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, deputetet e listës serbe kanë qenë të gjithë bashkë në votim, ashtë të ndëgjova, mos më dëgjova, Nuk po du me po politik, po du me folë konkretisht. A keni votu nën kryetorin e listës sërbe, a keni koordinu me listën sërbe për ligjin e shtetësisë? Nuk i nevoj me bo zhurmusin, kemi qenë bashkë në kuvend. Pra, në projekt ligje që i kemi sjell, PDK, LDK, AK, lista serbe, kanë qenë të gjithë deputetët të mobilizuar në qëndrim në kuvend dhe keni votu kundër të gjitha këtyre projekt ligjave. I fundi që e përmenda, dhe mëndon edhe projekt ligjin për biron për konfiskimin e pasurisë. Se s'ka kalu ligji për biron e pasurisë pa justifikueshme, për shkak që nuk pe benin droftin e gjykatës kushtetuese. Ta përmenda, jo nuk është të vërtet, nuk është të vërtet. Ose mungesë e kompetencës profesionale, bëre droftin. Nuk është të vërtet. Bëre droftin e gjykatës kushtetuese. kushtetuese ta votojnë. Nuk keni pas asnjë problem, për vetëm e keni bloku, se jeni bashkë me bloku. Publikisht, jam deklaru. Publikisht jam deklaru për me mbështet. U deklaru zëtë Tahirit publikisht. Është deklaru deputet Partisë Demokratike që e mbështetë ligjin për byrojnë. Arjan, ki nevoj me fol publikisht. Kthehu transkriptave të kuvendit. Nuk kena votu dy pyetje konkrete. Me shumë respekt. Dy pyetje konkrete. Ekipi i përgjithshëm. S'dalën në këtë për më përgjigj. A peta përsëriti. A keni votu nën kryetorin e listës sërbe? A jeni koordinu për mos se na çatoj na kon Arjan. Me listën sërbe. Arjan na çatoj na kon, domon kanë votue. E vërteta është që si lëvizjeve të vendosje, siç e thash, qëndrimet i kemi pas publike. Unë personalisht, si shefe e grupit parlamentar, dhe deputetet e grupit parlamentar, televizjes dhe vendosje, nuk kam pas asnjë koordinim me askën nga lista serbe. A keni votu nën kryetorin e listës sërbe? Që po të përgjigj në me radhën të dyja, me qenë se po don me bo intervistuesin ja marrë rolin jetës, po përgjigj. E vërteta është që asnjë koordinim të vetëm, asnjë gjys koordinimi të vetëm nuk ka pas në mes të grupit parlamentar televizjes dhe meje, si kryetari i grupit parlamentar me listën. Bisedat para proke të akusorit, a janë koordinim që ato? E dyta, a janë koordinim? Ligji për shtetësi i cili është votuar. Tash mos ka lapi një temën temë. Po s'ka pos koordinim. Po ta vë argumentin që pas ka pos koordinim. Falon, nuk më nejt në këtë debat se s'po përgjigj. Okej. Ja, do të më përgjigj. Po fal bre, ti duhesh me thonë, ti as po dem asysh me kallxu, po vjen shumë keq. Kryesit kuvendit, kena fol, apo do një me ditë të vërtetën. Apo prej arbris. Unë kisha pas pak respekt. Unë e respekt, në momentin që me leja me përfundu e përfundaj. Janë dy. Ka pas asnjë koordinim, asnjë koordinim me listën serbe e para. E dyta, kryesia e kuvendit është votuar në paket, ashtu si ka qenë. Tu senet janë bukur të thjeshta, moskin nuk jem nevoj me mjegullu. Ju e keni votue nën kryetorin e listës sërbe, në paket e keni qut durën si mja mirë, pa asni qështje dhe ditën e mirë. U kry kjo punë. Absolutisht, kjo punë. Se s'është kjo temë.